Kjo është situata në Velipoj, në të njëjtat hotspote të pastruara vetëm një ditë më parë. Drejtori i pastrimit në Bashkinë Shkodër, Altin Shabaj, thotë se një situatë e tillë nuk i favorizon për pastrimin në kohë të mbetjeve organike dhe paralajmëron se shumë shpejt do të nisin penalizimet për të gjithë shkelësit. Për sa i përket frekuencës pastrimit, frekuenca pastrimit kryhet rregullisht në plazhin e Velipojës. Problematika është që hasim me inertet, pa kaluar 24 orë dhe në të njëjtin hotspot, në të njëjtin pikë i rikthehemi për të pastruar edhe një herë. Është një problematikë që hasim në çdo pikë, cila po nuk e kena në favorin ton për me pastru pika tjera, sepse sa pastrojmë një pikë i rikthejnë edhe një herë. Përveç thirrjeve të njëpasnjashme që i kemi bërë biznesit për bashkëpunim për mos hedhjen e inerteve në vend depozitimet e kontenjerëve, kemi Bashkia Shkodër do vazhdojnë dhe vendosjen e masave administrative për gjithë shkelësit. Bashkia Shkodër përsëriti apelin për bashkëpunim nga bizneset dhe qytetarët për të mbajtur Velipojën të pastër në prag të sezonit turistik.